Pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës së vet, sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë, ai krijoi mashkullin e femrën. Nëpërmjet mashkullit dhe femrës që u krijuan sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë, ne mund të kuptojmë se ekzistojnë Perëndia Ati dhe Perëndia Nëna. Libri i Zbulesës profetizon se Perëndia Atë dhe Nëna filluan të krijonin gjërat së bashku dhe gjithashtu do ta përfundonin krijimin së bashku. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje, le të vijë. Dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Por njerëzit që nuk e kuptojnë providencën e shpëtimit thonë se Maria është nusja. A është Virgjëresha Maria nusja? Virgjëresha Maria nuk mund të jetë nusja, sepse nusja është gruaja e Jezusit. Eja do të tregoj nusën, gruan e qengjit. Pra, nuk është biblike të thuhet se nusja është Virgjëresha Maria. A janë shenjtorët nusja? Shenjtorët nuk mund të jenë nusja, sepse nusja është Perëndia që na jep ujin e jetës. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje le të vijë, dhe ai që do le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Bibla nuk thot kurrë që shenjtorët japin ujin e jetës. Bibla thot se vetëm Perëndia shpëtimtar mund të na jap ujin e jetës. Në epokën e Atit, Jehova, shpëtimtari, dha ujin e jetës. Sepse populli im ka kryer dy të këqija, më ka braktisur mua burimin e ujit që rrjedh. Në epokën e Birit, Jezusi, shpëtimtari, dha ujin e jetës. Por uji që unë do t'i jap do të bëhet në të një burim uji që kufon në jetë të përjetshme. Dhe në epokën e frymës së shenjtë, fryma e shenjtë dhe nusja shpëtimtare japin ujin e jetës. Prandaj, fryma e shenjtë dhe nusja, të cilët na japin ujin e jetës në epokën e frymës së shenjtë, janë Perëndia. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje le të vijë, dhe ai që do le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Fryma e shenjtë dhe nusja janë Perëndia Ati dhe Perëndia Nëna.